Pa humbur kohë, vazhdojmë që fillimisht ta përgatisim krimin. Në njën më të vogël, vazhdojmë dhe shtojmë 3 vetëm të kuqet e vezës. Tek dverdhat e vezës, vazhdojmë dhe shtojmë 4 lugë gjelle sheqer. Vazhdojmë tani që t'i rrahim me mikser për 3-4 minuta, derisa i tërë sheqerit shkrihet tek të kuqet e vezës. Do ta përzjeni me mikser derisa të hapet ngjyra e dverdhave të vezës, të bëhet kështu si një krem e hapur, dhe të siguroheni që i tërë sheqeri është shkrirë mirë, atëherë jeni të sigurt se e keni gati. Vazhdojmë që ta përgatisim pjesën tjetër të recetës. Largojmë anësh tani dverdhat e vezës. Tani marrim një tjetër enë, pak më të madhe, dhe aty vazhdojmë që të shtojmë 250 ml krem pana për ëmbëlsira, por ju lutem sigurohuni që kur të përdorni krem pana për ëmbëlsira si tiramisu, t'jetë direkt nga frigoriferi, në këtë mënyrë do të trashet shumë më shpejt. E shtojmë kremin pana tek ena. Vazhdojmë tani që ta përzijemi me mikser për 2-3 minuta tjera, derisa kremi pana trashet. Pra po e vrini sa shpejt që u trash pana, prandaj unë zakonisht e përdor direkt nga frigoriferi. Tani për një tiramisu të mirë, kemi nevojë për mascarpone. Unë zakonisht preferoj që kur të përgatis tiramisu, atë ta bëj me mascarpone. Për 250 ml krem pana, duhet shtojmë 250 gram mascarpone. Dhe sa më kualitet që ta keni mascarponen, aq më e mirë ju bëhet tiramisu. Dojmë tani përzijemi me mikser edhe një herë të fundit edhe për 2-3 minuta tjera. Dhe tani pasi përzihet mirë dhe trashet mirë, vazhdojmë që t'i shtojmë dverdhat e vezës, të cilat i përzihem pak më herët. Dhe tani pasi i shtojmë dverdhat e vezës, më nuk e përdorim mikserin, përzierjen e bëjmë vetëm me lugë, derisa të sigurohemi tani që gjitha kremrat që i kemi shtuar brenda t'na lidhen dhe t'na bëhen bashkë. Kremin e kemi gati, vazhdojmë tani që t'i rendisim. E të gjitha dim se në tiramisu duhet që të përdorim edhe kafen, ose më sakt espreson. Unë sot do t'i bëj me espresso në makinë, por nëse nuk keni makineri të espressos, lirisht mund të zëvendësoni atë me Nescafe Gold. Pra 2 lugë të mesme Nescafe Gold do t'i zbutni me 250 ml ujë të vakët. Tani espresson e kemi gati, vazhdojmë që të marrim biskota Saviardi. Unë sot i kam zgjedhur këto të voglat kështu, por lirisht mund të përdorni edhe nga ato të mëdhajat Saviardi dhe t'i ndani në gjysë, sepse unë po i bëj sot ëmbëlsirat në gota. Vazhdojmë, biskotat i mbajmë në kafe vetëm për 2-3 sekonda. Do t'ju demonstroj një. Dhe për të mos i zhytur gotat, kremin e kam shtuar në një qese kështu për ëmbëlsira. Vazhdojmë, shtojmë pak nga kremi. Rendisim përsëri biskota. Shtojmë përsëri krem. Dhe unë do t'i lëmë kaq, pasi mendoj se kaq mjafton për një person. Vazhdojmë tani që t'i rendisim të gjitha në gota. Dhe në fund fare, ju shtojmë kakao në pluhur.